Një konflikt i gjatë ligjor ka përplasur qytetari Mentor Mustafaraj me kompaninë e ndërtimit të ri Gels Konstruksion në pronësi të ish-gjyqtarit Alaudin Malaj. Mustafaraj pretendon se kompania nuk i ka dorëzuar 20 apartamentet në një objekt në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë dhe ka depozituar një kallëzim penal ndaj Malajt. Ky i fundit megjithatë kundërpërgjigjet se akuzat janë të pavërteta dhe se disa gjykata deri ato të lartë kanë rrëzuar pretendimin e Mustafarajt, i cili tashmë po hetohet për kallëzim të re. Sipas Malajt, problemi buron nga fakti se Mentor Mustafaraj nuk është pronar i Truollit ku është ngritur pallati. Gjykatat kanë paracaktuar si pronar ligjor të xhajin e tij Feta Mustafaraj. Fillimisht në vitin 1995 Truolli u rikthye trashëgimtarëve të familjes Mustafaraj, mes tyre Fetahu, i cili në vitin 2005 ishte shprehur se do t'i dhuronte një pjesë nipit të tij me kurse që prona të regjistrohej. Por kur zbuloi se Mentori kishte lidhur kontrata zhvillimi me firmën ndërtuese pa dijenin e tij, ai anulloi dhurimin. Pas një betejë gjyqësore, apeli i Vlorës në vitin 2016 i dha të drejtë Fetahut duke shpadur pronar të vetëm. Në vijim, bashkia ndryshoi lejen e ndërtimit duke përcaktuar se palët ligjore janë Feta Mustafaraj dhe kompania Rigers. Sipas Malajt, Mentori po kërkon atë që nuk i takon. Sa kaq Mentor Mustafaraj ka precedent penal dhe kallëzime të rreme dhe kërcënime ndaj gjyqtarëve. Ai është dënuar me herët për shpifje ndaj një gjyqtari dhe mesazhe kërcënuese ndaj një tjetri. Maraj thot se për kallëzimet që ka bërë kundër tij janë rrëzuar nga disa shkallë gjyqësore. Aktualisht prokuroria e Tiranës po heton Mentor Mustafarajin për kallëzim të rrem, ndërsa Malaj pretendon se pret që ai të mbajë përgjegjësi ligjore rreth shpifje dhe presion ndaj sistemit të drejtësisë.